Ju përshëndesim miq. Sot zgjodhëm që bëjmë një video të shkurtër për të sqaruar disa gjëra dhe me që na u fikën të dritat, nuk e di arsyen, por e zgjodha të qëndroj dhe pak në natyrë për të ndjerë pak atë qetësinë që të fal natyra. Nuk e di se sa do të duket mikrofon, sa do të kapet tingulli i zogjve apo puhiza erës. Nuk e kam vendosur as sfungjer mbrojtës mikrofonit, sepse dua që edhe puhiza erës transmetohet deri diku. Atëherë qëllimi i kësaj videoje më tepër se sa sqaruese do të thoja që është informuese, për arsyeën e vetme se shpesh në diskutimet e shumta që kam pasur me shumë individ, më thënë të gjithë kanë të njëjtin, ose emëruesi i përbashkët është tek mungesa e rrjedhshmërisë në të folur. Pra, atëherë jam shumë dakord me këtë gjë, por do doja të thoja që kjo është diçka që gjithmonë duhet të shkosh në origjinë të gjërave, gjithmonë duhet të shkosh në fillim të gjërave, pra për të kuptuar ku është problemi. Edhe në shumë persona, në shumë individ që me shumë individ me të cilët kam pasur bisedë të drejt për drejt telefonike, gjë që ja kërkoj unë, pra, që të bëjmë një bisedë shkurtër për të kuptuar se ku është problemi. Edhe ajo që kam kuptuar, pra emëruesi i përbashkët me të gjithë është që të gjithë kanë anashkaluar hapat e parë. Të gjithë, tani kur them të gjithë, nuk është se po bëj një përfshirje, një gjithë përfshirje, por shumica kanë të njëjtin problem. Pra kanë anashkaluar hapat e parë të mësimeve. Pra, duke nisur qysh nga premrat vetor, duke nisur nga zgjedhimi i foljes to be, nuk e di sa do dëgjon domethënë tingujt e kafshëve apo cicërimat e zogjve. Pra edhe një herë, po thoja që kanë anashkaluar që të mësojnë ashtu si duhet premrat vetor, pra të dinë mirë I, you, he, she, it, we, you, they, të dinë mirë përdorimin e tyre. Kanë anashkaluar zgjedhimin e foljes to be, pra sikurse çdo gjuhë, folja kam dhe jam janë dy foljet më të rëndësishme. Pra, folja to be, që zgjedhohet në am, is, are, si edhe folja have, që është kam. Pra, këto janë dy foljet që duhet patjetër t'i dini mirë në zgjedhime. Më pas, llojet e fjalive. Pra, mënyra e ndërtimit një fjalie pohore, mënyra e ndërtimit të dy fjalive mohore dhe dy fjalive pyetëse. Pra, e kemi shprehur në shumë mësime dhe kemi thënë që nëse, pra hapi i parë është që ne duhet të dallojmë mirë ose duhet të kuptojmë që kush është kryefjala në një fjali të caktuar dhe kush është folja. Pra, duke mos dashur që të hyjmë thellë në gramatik, duke mos dashur që t'ju rëndojmë, domethënë duke studiuar shumë gjëra që ndoshta edhe nuk janë të nevojshme për ju, por ama dy gjymtyrët kryesore, kryefjala dhe folja, duhet patjetër të jenë të ditura më së miri nga ju. Ne kemi thënë që kryefjalën e gjejmë me pyetjen kush, ndërsa foljen apo kallëzuesin pyetjen ç'bën. Pra, I speak English, unë flas anglisht. Who speaks English? Kush flet anglisht? Pra, I, unë. Kryefjala. E gjetëm kryefjalën. What do I do? Ç'bëj unë? Speak. Ja dhe folja. Pra të paktën këto dy gjymtyrë të fjalisë t'i dim mirë. Sepse kemi bërë dhe mësime ku kemi thënë që dy janë hapat të cilët duhet ndiqni. Pra, hapi i parë është që ne të kuptojmë mirë ose të dim mirë, të ndajmë dy gjymtyrët e fjalisë, kryefjalën dhe kallëzuesin apo foljen, dhe hapi i dytë është shiko foljen. Pra, nëse është folja am, is, are, apo nëse është folje gjysmëdimse, atëherë e mohoj me not. I am relaxing now. Unë jam duke u shplodhur tani. Pra, nëse në një cep të mundshëm të fjalisë ne shohim foljen am, is, are, pra foljen to be, atëherë mund ta mohojmë.
duke vendosur not. Kaq e thjeshtë është. Pra, nëse fjalia ka, am, is, are, atëherë e kthejmë nga pohore në mohore duke vendosur not. I am not in the classroom now. Pse vendosa not? Sepse pash që ka am. I am in the classroom now. I am not in the classroom now. Atëherë, ky ishte rregulli i fjalës mohore numër 1. Pra, fjalia pohore duhet kishte kryefjalën, foljen, kundrinore ose rrethanorin, ndërsa fjalia mohore numër 1 mjafton që të shohim foljen. Nëse ka am, is, are, vendosim not pas tyre. Po, tek fjalia I speak English, a mund ta mohoj me not? Jo, pikërisht për këtë kalojmë tek fjalia mohore numër 2, që kemi thënë formohet duke vendosur, nuk e di dëgjoni pulat apo jo. Fjalia mohore numër 2 formohet duke vendosur don't, pas kryefjalës dhe parafoljes plot. Por duhet kemi parasysh që edhe një herë, nëse shohim am, is, are në një cep të mundshëm të fjalisë, do të përdorim not. Tek fjalia I speak English, ne nuk kemi not, nuk kemi am, is apo are. Atëherë çfarë do të bëjmë? Kalojmë tek fjalia mohore numër 2, e cila formohet duke vendosur don't, pas kryefjalës dhe parafoljes së plot. I speak, I don't speak English. Pra, kemi thënë që ky rregull vlen për të gjitha foljet në anglisht përjashto am, is, are, sepse am, is, are ishte për fjalin mohore numër 1. Edhe fjalia pyetje numër 1. Sërish ka të njëjtin parim. Nëse shohim në një cep të mundshëm të fjalisë am, is, are, atëherë mjafton që ne t'i zhvendosim. Pra, I am, ndryshojnë vendet. Am I, you are you, he is he, dhe me radhë. Pra kemi bërë shumë si me edhe përsëritse në lidhje me këto gjymtyr, pra, ose me këto parime gramatikore. Kështu që po ju a them thjesht për t'ju rikujtuar që nëse hasni probleme, nëse shihni që diçka nuk shkon, atëherë ju këshilloj që të shkoni sërish në fillesa, në origjinë, pra gjithçka po e themi problematike vjen pikërisht nga mos informimi i duhur në lidhje me këto gjëra, pra ose nga anashkalimi duke menduar siç e kemi për shembull në përgjithësi shqiptarët se i di këto gjëra. Mirë, po vjen një moment kur e kupton që ndoshta edhe si di aq mirë sa duhet. Pra edhe një herë, nëse ne shohim që fjalia në një vend caktuar ka am, is apo are, ne mund ta kthejmë nga pohore në pyetje duke ndryshuar vendet, duke marrë foljen to be, am, is, are dhe duke çuar në krye të fjalisë. Po për fjalin pyetje numër 2. Atëherë kemi thënë që mjafton të vendosim foljen gjysmëdhënëse do në krye të fjalisë. Pra në kohën e tashme. I speak English. Do I speak English? Por gjërat ndryshojnë në veten e tretë numër 1, sepse do nuk është me do, por është does. Atëherë, I speak English. Do I speak English? You speak English. Do you speak English? He speaks English. Does he speak English? Por pse does? Sepse does është folja gjysmëdhënëse e cila në veten e tretë numër 1 ndryshon, pra nuk është me do, por bëhet does. Dhe gjithmonë kemi thënë me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. Nëse pyesim me do, do të përgjigjemi sërish me do. Nëse pyesim me does, përgjigjemi sërish me does. Pra, I speak English. Do I speak English? Yes, I do. No, I don't. He speaks English. Does he speak English? Yes, he does. No, he doesn't. Atëherë dikush mund të thojë që po i thua shumë shpejt këto gjëra dhe nuk i mbaj mend. Unë po i them thjesht për t'ju rikujtuar që pikërisht nga këto gjëra vijnë problemet. Pastaj kemi edhe foljet në rregull, pra në rregullat e foljes në veten e tretë numër 1. Pra si bëhet në folje, si ndryshon në veten e tretë numër 1 në kohën e tashme. Ose kemi rregullat e shumësit emrave, ose kemi rregullat e përdorimit të nyjes ën edhe dhe, që shumë persona në shumicën e rasteve kanë vënë re që nuk i vendosin nyjet ën apo dhe, por që janë shumë të rëndësishme. Atëherë nyja dhe ën përkthehet një, por ëja vendoset para fjalëve që fillojnë me bashkë tingëllore, ndërsa ën para fjalëve që fillojnë me zanore. Zanoret në anglisht janë 5, A, E, I, O, U. Atëherë nëse shohim një fjalë që fillon me këto 5 shkronja, pra me këto 5 zanore, vendosim nyjen ën, ndërsa për gjithë të tjerat vendosim ë. Bëhet fjalë tek kundrinori më së shumti. Për shembull, I have a book. I have a book. Nuk themi I have book. I have a book. Unë kam një libër. Pra miq, edhe një herë, të gjitha këto mësime janë ezauruar, janë shpjeguar shumë, nuk dua që të ndaloj, edhe pse në plan, domethënë jam duke menduar që të filloj të ndërtoj edhe një platformë ku
bëhet fjalë që të bëj një përsëritje rrënjësore të gjërave, duke nisur nga fillimi, me shpresën që do ta kuptoni rëndësinë e këtyre mësimeve të fillimit. Pjesa e mbetur është thjesht fjalor i ri, asgjë më tepër. Atëherë çfarë nuk kam përmendur tjetër? Adverbs of frequency, ndaj folit që tregojnë sa shpesh ndodh veprimi, për shembull always, sometimes, usually, often. Pra gjitha këto janë gjërat që ndoshta edhe nuk i keni hasur ose nuk i keni marr ose nuk i keni dhënë rëndësinë e duhur. Pra duhet patjetër të riktheheni këtyre gjërave sepse aty është përgjigjja. Pra nëse e mëson një aspekt gramatikor, nëse e përdor në fjali të thjeshta, por të sakta, do ta shohësh që rrjedhshmëria vjen më pas duke praktikuar. Pra çdo gjë që merr, mos e lër vetëm aty, por praktikoje sa më shumë që të kesh mundësi. Tjetër rregull që mund të them, më pas, mbasi ke përvetësuar këto gjëra, mund të kalojmë tek kohët e foljeve. Pra kalojmë tek present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect, future continuous etj. Unë kam bërë një mësim me të gjitha kohët e foljeve, por bëhet diçka tmerrsisht e pakuptueshme, e pakonceptueshme nëse nuk ke marr bazat, nuk ke marr një ose nuk e bërë një punë të mirëfillt me këto hapat kryesore të fjalisë. Prandaj, nëse doni një këshill, të dashur miq, mos i neglizhoni hapat e fillimit. Janë jashtëzakonisht të rëndësishëm. Mos i neglizhoni, pra mos i bëni skip ose ta kaloni videon e mësimeve fillestare me idenë që okay, këtë e mësova, kaloj tek tjetra. E kemi thënë shumë herë, më mirë një mësim ta kalosh 10 herë se sa të kalosh 10 mësime nga një herë. Pra, sa herë që e sheh një mësim, ta siguroj që do të mësosh diçka të re, edhe pse e ke dëgjuar një herë, 2 herë apo më tepër. Kështu që përgjigjja kjo është, nëse mendoni se nuk keni fituar rrjedhshmëri në të folur, këtë besoj e keni dëgjuar. Nëse mendoni se nuk keni fituar rrjedhshmëri në të folur, atëherë ju siguroj pra që problemi vjen pikërisht nga kjo gjë. Këto janë pasojat e të folurit në natyrë, ku dëgjohen edhe zogjt, edhe pulat, ja, gjelin në sfond. Pra, miq, ju siguroj edhe një herë që problematikat nisin nga hapat e fillimit. Dhe gjëja e fundit është që mbasi të keni përvetësuar mirë, mbasi ta keni kuptuar që keni përvetësuar hapat e fillimit, më pas duhet të keni parasysh që ajo lista e foljeve të parregullta është një gjë që ju shërben në çdo moment të procesit të mësuarit. List of irregular verbs. Atëherë në përlibra zakonisht jepen 104 folje të parregullta, që për mendimin tim kam bërë zgjedhjen e duhur, sepse lista e foljeve të parregullta në total është 200, por që nga eksperienca ime, unë them që nuk është se arrin t'i përdorësh pra të 200 këto folje, madje edhe tek lista që është me 104 folje të parregullta, ju asiguroj që mund të përdorësh ndoshta 60% të tyre, shumë është dhe 60, por në përditshmërinë tuaj ju do të ishte mirë që të bënit një, pra, për të mos u lodhur që t'i mësoni 1/1 të 104 foljet e parregullta që jepen nëpër libra zakonisht, ju këshilloj që të bëni një zgjedhje ose një përzgjedhje për 20 apo 30 foljesh më të përdorura, që i përdorni ju, pra, që mendoni se i keni në fjalorin tuaj të përditshëm, dhe mbasi i keni përzgjedhur, atëherë shikoni kush është infinitive, kush është past, kush është past participle, pra kush është infinitivi, kush është forma e shkuar dhe pjesorja e shkuar. Tani duhet ngre zërin sepse konkurenca, pra gjeli në sfond, po e ngre më tepër zërin. Pra dhe njëherë, miq, është një ndërthurje e shumë faktorëve shqetësimi juaj. Pra nuk është aq e thjeshtë për një përgjigje që
si është e mundur që nuk e kam fituar rrjedhshmërinë, edhe pse po punoj shumë, edhe pse kam studiuar shumë ose kam mbajtur shumë shënime. Përgjigjja qëndron tek hapat e parë. Aty është gjithçka me të cilën mund të riparosh gjërat. Pra, edhe një herë, nëse të duhet ndonjë këshill specifike, mund të lini komentin tuaj, pra, dhe ndoshta mund bëjmë dhe një bisedë telefonike në një moment caktuar, jo në moment, nuk e besoj në moment. Momentalisht përfitova nga rasti me që u fikën të dritat që të bëj këtë video të shkurtër, por duhet isha në mësim online tani. Nëse të duhet pra një ndihmë specifike, mund të lini komentin tuaj, të bëjmë një bisedë telefonike dhe do të shohim se çfarë do të arrim të zgjidhim për t'ju orientuar diçka më tepër se sa normalisht. Ju falenderoj dhe dëgjohemi në videon tjetër.